Prandaj jena këtu sepse organizatori i këtij më i rëndësishëm i kësaj potencë nga Shqipëria e leta anë kanë Shqipëri. Shumica e shqiptarëve që kanë problem me pronë. Prandaj jemi në shef. Prandaj kemi votë si organizatori numër 3. Shohim që protestuesit janë mbledhur tashmë në sheshin Skënderbej, çdo minutë shtohen protestues dhe qytetarë të tjerë për marshimin drejt kryeministrisë. Shohim që organizatori Artan Kola sapo ka bërë disa nga njoftimet e kësaj proteste të 28, duke theksuar se skenari ditën e sotme do të jetë i njëjtë, do të ketë disa fjalime të cilat do të mbahen në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Tashmë shohim që protestuesit me pankarta të mëdha në duar janë gati për të nisur marshimin e përditshëm drejt kryeministrisë. Kemi këto pamje të drejt për drejta në ekranin e News 24 nga bulevardi Dëshmorët e Kombit në kryeministri, të cilët janë duke pritur protestuesit e tjerë dhe shohim të tjerë qytetarë që i bashkohen këtij grumbulli në bulevardin Dëshmorët e Kombit në kryeministri. Dhe këto janë disa nga pamjet të qytetarëve të cilët janë duke marshuar drejt të bulevardit Dëshmorët e Kombit nga rrugë të ndryshme të Tiranës për t'u bashkuar këtij tubimi të 28 kombëtar. Dhe shohim protestuesit në sheshin Skënderbej, të cilët tashmë janë gati për të nisur marshimin e tyre drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Sot i bashkon Xhenedi gjithë, i bashkëparaqës, edhe i bashkon gjithë Shqipërinë. Ato është si kemi qenë. S'do shqiptarë çam, s'do çama shqiptarë. Shqipëria! Shqipëria shqiptare! Shqipëria shqiptare! Shqipëria shqiptare! Shqipëria shqiptare! Je drejtohet pikërisht atyre shqiptarëve që kanë luajtur me fatët e Shqipërisë, që shqiptarët nuk harrojnë dhe nuk ta falin më. Në shumë shtete demokratike tradhtia ndaj atëherë dënohet me dënim kapital. Prandaj edhe në Shqipëri ky dënim ndoshta në të ardhmen duhet kthehet në burgim të përjetshëm. Atëherë dal nga dal si çdo ditë marshojmë deri tek semafori, aty ju lutem këta që janë me pankartë, çamë një pankartë atje deri para, të ka para dhe do marshojnë drejt e Hajduris.
Ka të vina të me paruat.